Moti keq mbërthen veriun e Shqipërisë, policia e shtetit thirrje urgjente për kujdes në qarkullim në Dibër, Kukës dhe Shkodër. Ditën e sotme, moti i keq ka mbërthyer veriun e Shqipërisë në qarkun Dibër, Kukës dhe Shkodër. Kurreshjet e dendura të dëborës kanë krijuar vështirësi në rrugë dhe rrezik për drejtuesit e mjeteve. Policia e shtetit ka bërë një thirrje urgjente për kujdes të shtuar në qarkullim si pasojë e përkeqësimit të kushteve atmosferike. Autoritetet këshillojnë drejtuesit e automjeteve dhe motomjeteve që të ulin shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të ruajnë distancën e sigurisë me mjetet e tjera. Policia thekson rëndësinë e ndjekjes udhëzimeve të shërbimeve të saj në terren dhe shmangjen e udhëtimeve të panevojshme, sidomos në zonat malore ku rreshjet kanë qenë më intensive. Për qytetarët që detyrohen të udhëtojnë në zonat e prekura nga dëbora, rekomandohet që automjetet të jenë të pajisura me goma dimërore dhe zinxhir për të evidentuar aksidentet dhe bllokimet në rrugë. Ndërkohë, borpastrueset dhe fadromat janë angazhuar intensivisht për pastrimin e rrugëve dhe hedhjen e kripës për të përmirësuar kushtet e lëvizjes. Në rast nevoje, qytetarët këshillojnë të telefonojnë pa pagesë në numrin emergjent 112, ku shërbimet e policisë do të ofrojnë ndihmë të menjëhershme.